E dila e 18 shtatorit 2022 ka qenë një ditë historike për kampionatin italian të futbollit. Milan, Juventus, Inter dhe Roma humbën të katërta njëkohësisht për herë të parë pas 67 vjetësh. E njëjta situatë regjistroi edhe më 13 shkurt të vitit 1955, gjatë të njëjtës javë të serisë saj që luaj në atë kohë dhe që ndryshe nga sot ishte me 18 ekipe. Konkretisht atëherë Juve humbi 2-1 në transfer ndaj Lazios, Milani u thye 3-1 në shtëpi nga Sampdoria, Interi u mund 2-0 nga Spali, kurse Roma u dorëzua 1-0 në Genova. Kuriozitet përbën fakti që pikërisht në atë kampionat, titullin në fund e fitoi Milani, kurse në vend të dytë u rendit Udinese, një nga skuadrat që edhe tani gjendet në zonat e krejut të renditjes. Ndërkohë për të gjetur humbjen e njëkohësishme në kampionat të 3 ekipeve më të titulluara të Italisë, Juve, Milan dhe Inter, duhet të kthehesh në vitin 2015. Bëhej fjalë konkretisht për javën e 6 që u luajt me 26 dhe 27 shtator. Saktësisht u fiksuan këto rezultate: Inter Fiorentina 1-4, Genoa Milan 1-0 dhe Napoli Juventus 2-1. Ndërkohë që vihet re se si Napoli ka të bëjë me humbjet e skuadrave të mëdha të Italisë. Këto të dielën poshti Milanin 2-1 në San Siro, kurse përpara 7 vjetësh fitoi po me të njëjtat shifra përballë Juventusit.